Nuk i kam mirëmbajtur mirë rrugët rurale, unë jam ai që po them që po, për Shqipërinë po flasim, 2013 e përpara, 2013 e pas, s'kishte asnjë arsye pse të kishte ndryshim cilësor në qeverisje. Edhe me qenë se thatë për protestën, zonja Zhupa, po, protestohesh edhe vriteshe, protestohesh dhe nuk vritesh. E protestës, që kjo protesta është e bukur. Është e bukur se e bëjnë ato që protestojnë. Në ndryshim nga ajo protesta që the ti që vinë aty edhe pastaj e briten. Sepse kur vjen për të vrarë, ndoshta ndodh. Ju e dini shumë mirë si janë ato ngjarje, kështu që mos merr përsipër të bësh prokurorin, jo fare, dhe të bësh gjykatësin. Por meqense je dhe i humorit për mënyrën e vrasjes. Që në shesh mbledh më shumë pelikani se sa bufi, po si vriteshin, tani kam qenë student i Akademisë së Arteve, kam qenë pjesë në protestë. O, sot i saj, ishe sot në spakti, apo jo? Atë hero ishte një anarë. Jo, unë jam kurioz. Jo, ju kur jeni për të duar tërkitur këtë dera spakut, se ju kur duar tërkitur. Ishe. Me qënë se... Isha dhe do shkoj sa herë tjetë e nevojshme, po ti e shef spakun me 2 lupa, njerë në protest, njerë që ma thua mua. Do ta shikoj pa tjetër. Jo, me qënë se ndërhyri, zonja Zhupa, na e përcakto edhe nga kjo ana e ballafaqimit natyror që ju që shkonin spak, ke çlloj futeni, ke shpendëta, ke kafshët, ke cilat futeni. Te njerëzit që e pranojnë drejtësinë, te njerëzit që e pranojnë drejtësinë,